Sipas Kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e presidentit duhet të bëhet jo më larg se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit ose të presidentes aktuale. Një gjë e tillë po tentohet të bëhet, po ka përpjekje nga kryeministri Kurti, kandidat kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, që është shumicë parlamentare dhe me të drejtë janë këto përpjekje në këtë moment, por do duhet që të bëheshin përpjekje që nga data një më të shkurt kur është konstituar kuvendi dhe kur është themelu qeveria e Kosovës. Nga perspektiva formale kushtetuese mund të themi se jemi brenda afatit, por nga perspektiva institucionale dhe demokratike mund të themi që një proces i tillë nuk është duke u zhvilluar në mënyrë të drejtë, në mënyrë të qartë dhe me transparencë. Ajo çka po flitet brenda takimeve nuk po bëhet publike në konferencat për media. Shihni edhe zotin Kurti, edhe partitë e tjera politike që po marrin pjesë nuk tregojnë se nëse kanë biseduar për ndonjë emër të caktuar, nëse kanë biseduar për tiparet që duhet t'i ketë një kandidat për president. Aja që kemi parë gjatë secilës legjislaturë, gjatë secilit kandidat për president që është zgjedhur, kryesisht kanë qenë emrat të përveçëm që kanë mbartur në supet e tyre edhe peshë edhe historike edhe institucionale, por së paku e kemi ditur emrin e tij në një kohë të caktuar, e kemi ditur emrin edhe të Zonis Osmani në vitin 2021, por tashmë kanë ndryshuar praktika dhe kjo praktikë vlerësoj se nuk është praktikë e shëndetshme për demokracinë, për shtetëndërtimin edhe për ndërtimin e institucioneve të Kosovës. Kryeministri Kurti, kryetari i Vetëvendosjes, që ka përgjegjësinë kryesore gati se për të propozuar kandidat për president, duke mos i përjashtuar as partitë e opozitare, sepse duhet me qenë në dy ruandet e pare 80 vota për në rastin nëse zgjedhet presidenti në raundën e parë, ose në rastin kur këto dy runde do të konsumohen, do të jenë 80 vota në kutitë e votimit, pra është përgjegjësi edhe e opozitës parlamentare. Të dy këto pole nuk kanë ndërtu, si me thonë, strategji të mirë të komunikimit me publikun, me organizatat e shoqërisë civile, me qytetarët e Kosovës, në mënyrë që ne të dimë të zëmë se cilat janë tiparet e një presidenti, sepse ne dimë kompetencat të cilat i ka përmbi 15 kompetenca sipas Kushtetutës, që është kontrata e këtij presidenti, dhe në rastin aktual do duhet me është një kandidat për president që ka integritet personal, që nuk është i përfshirë në ndonjë aferë të korrupsionit, që nuk dyshohet për ndonjë aferë korruptive, një president i cili e respekton Kushtetutën, një president i cili kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit do të qëndroj neutral dhe nuk do të jetë, do të qëndroj proaktiv në kuptimin e deklaratave publike, një president që nuk ndërhyj në sistem të drejtësisë, një president që e ndihmon Kosovën në raport me zhvillimet e jashtme diplomatike, pra cilat janë këto tipare, të cilat do duhet që partitë politike të diskutojnë, të bëjnë debat të mirëfillt dhe tek më pasaj të vinë emrat. Pra, jo emrat para tipareve, jo emrat para kritereve, jo emrat para kërkesave kushtetuese, po kërkesat kushtetuese, tiparet, veçoritë e këtyre kandidatëve e më pastaj edhe kandidatët dhe emrat e caktuar. Me kushtetutë nuk thuhet saktësisht që shkojmë në zgjedhje. Pra, sikur se tek mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ashtu edhe tek mos zgjedhja e presidentit në afatin prej 30 ditëve nuk thuhet se shkojmë automatikisht në zgjedhje. Duhet me u shpërnda Kuvendi në rastin kur brenda 60 ditëve nga dita kur nis procedura për zgjedhjen e presidentit shpërndahet Kuvendi dhe tek më pasaj shkojmë në zgjedhje të cilat duhet të mbahen brenda 45 ditëve nga dita e shpalljes së tyre, por vendi nuk shkon në zgjedhje automatikisht. Ndoshta mund të shkojë në zgjedhje në rast të ndonjë vlerësimi të gjykatës kushtetuese për rastin kur këtë çështje do ta dërgojë presidentja e veçanërisht deputetët e partive politike parlamentare, në mënyrë që të mos kemi një situatë ku pas datës 4-5 mars ne zgjedhim një president jo kushtetues. Domethënë këtë duhet me e pa në këtë prizëm, që partitë politike të dërgojnë këtë rast në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të vlerësohet se a zgjedhëm një president
jo kushtetues pas kësaj date, apo që gjykata kushtetuese të marrë një masë të përkohshme në mënyrë që ta pezullloj rrjedhjen e këtij afati.